Është një shprehje që shëtin në oborret boshtë të gjitha shtëpive të Kuksianëve. Shko, se Gjalicën këtu e gjenë. Tani të t'ju prezantoj me dy raste që gjetën jo vetëm Gjalicën, por që gjetën suksesin në vendin e tyre. Përshëndetje, ndodhemi këtu me Besart Bilalin, djali i cili emigroi që në vitin 2015 dhe u kthye dhe hapi një biznes të tij që sot ka sukses mjaftueshëm. Zoti Bes, mund të na tregoni se pse ike dhe si e mor vendimin që të kthehesh prapë në vendin tënd dhe të hapësh këtë biznes? Në vitet 2015 ishte një sakrificë pune, s'kishte shumë punë, edhe vendosa që të largohem, lash edhe gjimnazin, në vitin e dytë mbarova, lash, u largova. Po në vitet të vijim, vendosa që të bëjmë stallën, vendosa edhe unë që të kthehem dhe të mirë me këtë punë. Po si e menaxhon punën në stallë, keni punëtor apo nuk keni punëtor apo? Kemi punëtor, kemi 2 punëtor për momentin, që merren aktualisht vetëm me stallën. Për pjesën tjetër verës që i ndjerrim biesh, kemi nevojë akoma për punëtor, s'kemi vendos akoma që të merrem punëtor tjerë. Mbështorja që e kemi nuk është shumë e madhe, është e vogël, po ashtu transportojmë dhe në Tiranë, kemi 3 dhe në Tiranë që i dërgojmë. Gjatë kohës që po hapje këtë stallë dhe që mor vendimin, kishte vështirësi? Vështirësi pafund kishte. Unë në vitin që është hap stalla nuk kam qenë këtu fare, kam qenë jashtë shtetit. Prindi insistoi që ta bëj këtë stallë. Pastaj në vitet vijim jemi zgjeru akoma më shumë, kemi bërë një stallë tjetër që kemi aktualisht vetëm për delet, edhe për mbajtjen e barit. Edhe në vitin 2022 vendosa që të kthehem. Ishte një vendim që e kisha menduar. Që kur kam kam vendosur që të largohem për pak kohë dhe të kthehem. Vendosa që tiki për 5 vjet, zgjati pak shkoj 7, po pse nuk vendose për shembull të hapësh një biznes tjetër, po vendose që të bësh një stallë, apo nga që nuk ishte stallë, do të thënë në rrethin e bicave dhe aktualisht me fermën me viça dhe me bakti dhe me dele jemi marrë që herët, nuk është se është pjesa që është hapshtash, po në vitet vijim interesi u shtu edhe vendosa që të hapim një stallë për arsye se edhe në Kuks nuk ka. Tani do të na thuash një mesazh për gjithë të rinjt që po emigrojnë dhe po largohen nga vendi i tyre, do të japësh një mesazh për gjithë ato të rinj që janë larguar dhe nuk janë kthyer, mbase sepse shumica prej tyre kanë ikur dhe nuk kanë ardhur më në vendin e tyre, siç ke bërë ti për shembull. Shpresoj që gjithë të kthehen për një arsye sepse kanë familjen këtu, mbi të gjitha. Pastaj Shqipëria ka mundësi pune, po duhet që të kesh shumë vullnet, që të punojsh dhe të jetosh këtu. Pavarësisht se nuk është fitimi aq i madh sa është jashtë shtetit, po do të shkosh trish jashtë shtetit dhe prapë do të kthehesh këtu. Sepse atje nuk ke as prind, s'ke as familje as gjë. Kurse këtu e ke prind, ke familjar, një darsëm, një gjë e ke këtë këtu. Në rregull, Bes, faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit. Jemi të vendosur këtu në bushat të Kuksit, jemi këtu me Labinot Gjanën, i riu i cili u kthye nga emigrimi dhe hapi një bujtinë, që është një rast për të përqafuar nga të gjithë bashkëmoshatarët e tij. Kjo është bujtina. Përshëndetje zoti Labinot, mund të na tregosh arsyeën pse u largove dhe se kur mor vendimin që ti të kthehesh dhe të hapësh këtë bujtinë në këtë vend të vogël? Atëherë mirë se keni ardhur. Atëherë unë faktikisht jam larguar në vitin 2011 pas mbarimit të gjimnazit dhe për një mundësi më të mirë jashtë vendit dhe për të parë opsione të reja dhe për të eksploruar, për të njohur Europën, pse jo. Dhe pas një periudhe rreth 7 vjeçare në emigrim, vendosa që të rikthehem. Dhe duke qenë që kishim bërë dhe investime këtu duke rekonstruktuar shtëpinë e vjetër gjyshit dhe këtë vendosa ta ktheja në një bujtinë që për një rritur turistët dhe huaj këtu. Po çfarë vështirësi ka se gjatë rrugës për të hapur ose për ta ndërtuar këtë bujtinë? Atëherë, ideja fillestare ishte nuk ka qenë për bujtinë faktikisht, thjesht rekonstruktuar shtëpinë e gjyshit, por duke qenë që doli diçka e bukur dhe po e mendoja çfarë mund të bëja me këtë vend të bukur, pse jo për ta bërë diçka turistike, për të promovuar dhe fshatin dhe qytetin. Dhe ishte diçka
E bukur. Fik. Kështu që në 2021-shin kemi filluar, domethënë, si aktivitet. Por turistët e parë realisht i kam sjellë në 2018 me anë platformës Airbnb. Kisha vënë 2 dhoma, por pastaj ishte periudha e koronës edhe pas një shkputje ja rinisa sërish në 2021 dhe kemi 5 dhoma tani, kemi një kamping të vogël dhe kur kemi kryesisht turistë nga Europa që vinë këtu. Po si e pritën bashkëfshatarët hapjen në Bujtinë? Apo paraqgjikove apo ishte një mbështetje për ty? Realisht e pritën shumë mirë sepse duke qenë Bujtina e parë në këtë fshat, ishin shumë kurioz domethënë që të shikonin njerëz të rinj nga Europa, sepse duke qenë ato ishin mësuar që të kishin fëmijët e tyre në emigracion, ose edhe kishin vizituar Europën, qoftë për punë, qoftë për turizëm. Por tani që po shikonin turistët e huaj që po vinin këtu, ishte shumë interesante domethënë dhe u duke edhe pak e pabesueshme, por e kanë pritur shumë mirë. Përgjithësi e kanë pritur shumë mirë njerëzit, sepse duke qenë se edhe ne do bëhemi pjesë e Europës dhe pa këtë shkëmbimin kulturor nuk mund të futesh në Europë. Çfarë mesazhi do t'ju jepje të rinjve? Do t'ju thojë të largoheshin apo të qëndroheshin apo bas disa viteve punë të riktheheshin dhe të investonin në vendin e tyre? Nuk mund të them do të mos emigroni, sepse është diçka që e kam bërë vetë. Por ajo që doja të thoja është nëse emigroni ta bëjnë në mënyrë të ligjshme. Është shumë më e lehtë se para 10 vitësh të marrësh një vizë pune. Por para se t'i futën kësaj, unë do ju sugjeroja që të profesionalizohen në një profesion, të kryejnë një shkollë ose një shkollë universitet ose një shkollë profesionale dhe të mos dalin pa një shkollë ose pa një profesion. Kështu që kjo është këshilla ime shumë modeste që mund të jepja të rive. Dhe sigurisht ata do e ndjejnë vetë pasi të dalin jashtë, koka do humbes gjithmonë pas. Dhe sigurisht që besoj është eksperiencë dhe migracione. Dhe shpresoj ta shfrytëzojnë në mënyrë pozitive dhe pse jo të ardhuar që fiton atje të vinë të investojnë këtu siç kam bërë dhe unë. Zotë Lavinot, shumë faleminderit. Faleminderit ju që erdhët. Boja, kjo ishte Bujtina. Siç e pa dhe vetë, gjetëm ngrohtësinë e një familje na mirëpritën me gjëra tradicionale, e na treguan vendet, dhomat dhe vendet ku bëjnë kamping. Të gjitha, me pak fjalë ishte një mrekulli. Si Lavinoti dhe Besati, të gjithë djemt kanë historitë e tyre, të gjithë kuksianët. Sot kemi 2 djemë më shumë. Prandaj eja dhe ti dhe tregoj historinë tënde të suksesit këtu në Kukës. Story Code!